Në ditën ndërkombëtare të zjarfikësve, vëmendja shkon edhe te ata që prej dekadash kanë qenë në vijën e parë të përballjes me rrezikun. Alqi Riza dhe Sulejman Dushku, me detyrë komandant shërbimi, janë dy prej punonjësve më me përvojë të drejtorisë mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit në Korçë, me rreth 40 vite angazhim në këtë profesion. Për ta, puna e zjarfikësit është e vështirë dhe shpesh e mbushur me sfida, por ka edhe momente të veçanta, sidomos kur arrin të shpëtojnë jetë njerëzish. Kam mbi 37 vjet në këtë shërbim dhe më ka hyrë në zemër se është një shërbim shumë i bukur, të i shërbësh popullit në raste fatkeqësish, në raste zjarresh. Në gjithë këto vite unë jam përballur me shumë situata të vështira, po i kemi përballuar falë dhe efektivit, i kemi përballuar me sukses. Po bëj gati 40 e ca vite në këtë shërbim, komandant shërbimi me gradë krye zjarfikës. Zjarfikës do të thotë trimëri, guxim, zgjuarësi për të shkuar drejt dekës, po jo të vdesësh. Misioni jon është të shpëtojmë jetën e njerëzve. Dy veteranët e zjarfikëses theksojnë se kush zgjedh këtë profesion duhet jetë i gatshëm të përballet me vështirësi dhe të mos ketë frikë nga sfidat. Ata japin edhe mesazhe për brezin e ri, duke i nxitur të punojnë me përkushtim dhe të jenë gjithmonë të përgjegjshëm në detyrë. Një zjarfikës duhet të ketë vetë të jetë të mos ketë frikë nga situatat, të përballojë sfidat sa më në kushte sa më të mira. Zjarfikës është një profesion shumë i bukur por i vështirë. Zjarfikës nuk bëhet dot me një ditë e dytë, duhen vite të bëhet zjarfikës. Pavarësisht sakrificave dhe rreziqeve që kanë shoqëruar 4 dekada pune, të dy shprehen se e kanë ushtruar këtë profesion me pasion dhe krenari, duke e konsideruar shërbimin ndaj jetës së njerëzve si vlerën më të madhe të punës së tyre.